Qeveria prezantoi sot shoqërinë e re shtetërore Albanian Digital Solution, ADS, pas debatit dhe akuzave për korrupsion në Akshi. Kryeministri Rama e paraqiti nismën si një hap të ri të revolucionit digjital, me synimin që shteti të ndërtojë vetë sistemet e tij teknologjike pavarësi nga kompanitë private. Në këtë mënyrë, Rama la një herë mirë pas krave gjithçka ka ndodhur me Akshin dhe ditën e sotme i vuri kapakun kur foli për suksesin e padiskutueshëm të këtij institucioni. Sipas Ramës, ADS do të zhvillojë dhe mirëmbajë platformat digjitale të administratës, do të ofrojë paga konkurruese për ekspertët IT dhe do të tërheqë talente brenda jashtvendit. Qeveria pretendon se kjo strukturë mund të sjellë kursime të mëdha brenda 3 viteve dhe të rrisë efikasitetin e shërbimeve publike. Rama vlerësoi edhe suksesin e Albanias me mbi 1200 shërbime online. Nga ana tjetër, Rama i dha sot përgjigje të gjitha pretendimeve për projektin që përflitet në Zvërnec. Akuzën se shteti po fal pronën në Zvërnec, Rama e quan lajm të rrem, duke sqaruar se bëhet fjalë për pronë private dhe jo shtetërore. Pasi qeveria prezantoi Albanian Digital Solution, kompaninë e re shtetërore për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e shërbimeve digjitale me synimin për të ulur varësinë nga privatët dhe për të forcuar inovacionin teknologjik, reagoi rrufeshëm Partia Demokratike. Kjo e fundit kundërshton fort nismën, duke e cilësuar si një skem korruptive. Për Partinë Demokratike, kjo është një Akshi paralele, fryn administratën me emrime politike dhe përdor fonde publike për paga të larta e abuzime financiare. Partia Demokratike kërkon anullimin e menjëhershëm të kompanisë dhe hetim nga drejtësia, duke ngritur gjithashtu shqetësime për përdorimin e 700 milion lekëve kapital fillestar dhe mungesën e transparencës në menaxhimin e fondeve. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha u takua sot me disa ekspertë të Komisionit të Venecias. Pas takimit në një deklaratë për media i shoqëruar nga të vetët, Berisha tha se nuk ekziston ende një draft i përbashkët mes PS-s dhe PD-s për reformën zgjedhore. Ai vlerëson raportet e Odirit duke i cilësuar si shumë të mira dhe të dobishme për procesin zgjedhor. Berisha thotë se çështja e depolitizimit të administratës zgjedhore mbetet ende për tu negociuar, dhe përmend edhe kritikën ndaj rrjeteve të patronazhistëve, të cilat sipas tij janë denoncuar në raportet ndërkombëtare. Ndërkohë brenda Partisë Demokratike po përgatitet kuvendi kombëtar me sloganin Ri për të ritje që do të mbahet më 30 maj. Në këtë mbledhje do të mbahen fjalime nga drejtues e deputet për fshir Berishën dhe pritet të miratohen ndryshime statutore si edhe të zgjidhet Këshilli i Ri Kombëtar. Kompanitë e importit të karburanteve kanë paralajmëruar se do të padisin qeverinë dhe do të kërkojnë dëmshpërblim duke pretenduar se çmimet e vendosura nga Bordi i Transparencës për hidrokarburet janë nën kosto dhe u shkaktojnë humbje financiare. Sipas operatorëve, formula aktuale e llogaritjes bazohet në çmimin FOB dhe nuk merr parasysh kostot reale të importit sipas standardit CIF, duke krijuar diferenca që rrisin ndjeshëm shpenzimet për litër. Ata pretendojnë gjithashtu se marzhet e fitimit të përcaktuara nga Bordi janë më të ulta se kostot reale të tregut, duke reflektuar një humbje të vazhdueshme për bizneset. Kompanitë i kanë drejtuar një kërkesë qeverisë dhe paralajmërojnë se nëse nuk ndryshon metodologjia brenda afateve të shkurtra, çështja do të shkojë në gjykatë për dëmshpërblim, me dëme të përllogaritura që sipas tyre arrin miliona euro. SPAK përfundon hetimet dhe dërgon për gjykim 3 ish-punonjës policie të akuzuar për lidhje me grupe të strukturuara kriminale të përfshira në trafik dhe kultivim narkotikash. Të pandehurit janë Erdit Hazizaj, Shkëlzen Ruska dhe Ervis Alisinaj. Sipas SPAK-ut, Hazizaj dhe Ruska akuzohen për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal, trafik dhe kultivim drogës si edhe shpërdorim detyre, ndërsa Alisinaj për shpërdorim detyre. Hetimet janë pjesë e një procedimi penal të ndarë nga dosja kryesore e vitit 2022 dhe tashmë çështja do të shqyrtohet në gjykatën e posaçme të shkallës së parë. Me nisjen e sezonit veror, autoritetet shqiptare kanë shtuar alarmin për rrezikun e zjarreve, ndërsa policia e shtetit paralajmëron masa të forta ndaj çdo personi që shkakton vatrazjarri. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi sot se kushdo që shkakton zjarr me dashje apo nga pakujdesia do të mbajë përgjegjësi ligjore dhe do të përballet me drejtësinë. Sipas tij, policia ka nisur masat parandaluese duke bashkëpunuar me administratorët vendor dhe blegtorët, të cilët do të mbajnë përgjegjësi për territoret që përdorin në rast zjarresh. Hita thekson gjithashtu rëndësinë e koordinimit mes policisë, zjarrfikësve dhe emergjencave civile, duke nënvizuar se reagimi i shpejtë është vendimtar për të shmangur dëme të mëdha në jetë njerëzish, prona dhe mjedis.
Fushata elektorale në Kosovë ka startuar zyrtarisht për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit me partitë kryesore që kanë zhvilluar tubimet hapse dhe kanë prezantuar prioritetet e tyre. Albin Kurti hapi fushatën në Ferizaj duke theksuar se qeveria e tij ka përmbushur zotimet dhe duke i quajtur kritikat e opozitës sulm politik. Në të njëjtën linjë, lëvizja vetëvendosje synon një mandat të ri qeverisës. Opozita u prezantua gjithashtu në terren, ku Bedri Hamza nga Partia Demokratike kritikoi qeverinë për stanjim dhe mungesë stabiliteti duke theksuar nevojën për punë dhe qetësi politike. Në Prishtinë, Lidhja Demokratike u paraqit me programin e saj, ku kryetari Lumira Dixhiku e Vjosa Osmani theksua nevojën për ndryshim kursi e forcim të institucioneve. Ndërkohë, Ardian Gjini nga Aleanca për Ardhmërinë kritikoi qeverinë aktuale duke akuzuar për mungesë vizioni. Ndërkohë, qeveria Kurti ka ndërmarrë këto orë një vendim shumë të rëndësishëm. Nga 1 qershori do të nisë zbatimi i programit për subvencionimin e kompanive ajrore që transportojnë mërgjimtarët drejt Kosovës gjatë sezonit veror. Sipas dokumenteve të publikuara nga mediat në Prishtinë, mbështetja financiare për kompanitë e fluturimit do të variojë nga 3 deri në 6 euro për çdo pasagjer në varësi të performancës dhe kritereve që duhet plotësojnë kompanitë. Sipas autoriteteve në Kosovë, qëllimi i programit është ruajtja dhe zgjerimi i lidhjeve ajrore me tregjet europiane, si edhe përmirësimi i lidhjes së vendit me destinacionet ndërkombëtare gjatë muajve të verës. Një ngjarje e rëndë ka tensionuar marrëdhëniet mes NATO-s dhe Rusisë dhe ka ngritur Europën në këmbë. Një dron rus goditi një pallat banimi ditën e sotme në qytetin Galati të Rumanisë, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur 2 civilë dhe shkaktuar zjarr në katin e 10 të ndërtesës. Pas sulmit, NATO zhvilloi konsultime emergjente, ndërsa sekretari i përgjithshëm Mark Rutte deklaroi se sjellja e pamatur e Rusisë është rrezik për të gjithë aleancën dhe garantoi mbështetje të plotë për Bukureshtin. Ndërkohë, presidenti rumun thotë se droni ishte pjesë e një vale prej 43 të tillësh që synonin Ukrainën dhe njoftoi masa të reja sigurie, përfshirë përforcimin e mbrojtjes ajrore me ndihmën e NATO-s. Rumania gjithashtu thiri ambasadorin rus dhe shpalli non grata konsullin. Reagimet forta pati edhe nga lider europian Friedrich Merz, kancelari gjerman, deklaroi se incidenti tregon gatishmërinë e Rusisë për përshkallëzim, ndërsa presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e cilsoi ngjarjen si një tjetër kapërcim të vijave të kuqe nga Moska. Kaja Kallas e quan incidentin shkelje serioze të sovranitetit rumun dhe hapësirës ajrore europiane. Ky është rasti i parë që qytetar rumun plagosen drejt për drejt nga një dron rus që prej nisjes së luftës në Ukrainë duke rritur frikën për zgjerimin e konfliktit përtej kufive Ukrainas, dhe diçka të tillë duket se e konfirmon fatkeqësisht deklarata dhe reagimi i parë i Rusisë për këtë ngjarje. Zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurisë, Dmitri Medvedev, thotë se kjo do të vazhdojë të ndodhë dhe se vendet të përgatiten pasi është koha për luftë. Sipas tij, qytetarët europianë nuk duhet të flenë të qetë, sidomos vendet ku janë vendosur fabrikat e dronëve. Debati për anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian po bëhet gjithnjë më i fortë dhe po ndan vendet anëtare në 2 kampe. Ato që kërkojnë përshpejtimin e procesit dhe vendet që kërkojnë më shumë kujdes për pasojat politike dhe ekonomike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky po kërkon që Ukraina të afrohet me BE-n deri në vitin 2027. Madje sipas raportimeve ka sinjalizuar gatishmëri për të hequr dorë përkohësisht nga disa fonde europiane për të bindur skeptikët. Nga ana tjetër, vende si Letonia, Estonia, Lituania, Finlanda dhe Rumania mbështesin përshpejtimin e integrimit të Kievit, duke argumentuar se lufta me Rusinë bën të domosdoshme një angazhim më të fortë europian ndaj Ukrainës, ndërsa vende si Italia, Spanja e Portugalia tregohen më të rezervuara. Ministri i jashtëm italian Antonio Tajani deklaroi se Italia mbështet Ukrainën, por prioritet për Romën mbetet Ballkani perëndimor, duke përmendur Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbinë. Edhe kancelari gjerman Friedrich Merz ka propozuar një formulë asocimi për Ukrainën, që do t'i siguronte mbështetje politike dhe ushtarake pa anëtarësim të plot. Në sfond mbetet lufta me Rusinë dhe presioni mbi Europën për të marrë më shumë përgjegjësi, sidomos pas sinjaleve nga SBA se negociatat me Moskën duhet të drejtohen kryesisht nga europianët. Bashkimi Evropian ka zhbllokuar 16.4 miliard euro për Hungarinë, pjesë e fondeve që ishin ngrirë prej vitesh për shkak të përplasjeve me qeverinë e mëparshme të Viktor Orban. Vendimi vjen pas ndryshimit politik në Budapest, ku Peter Magyar arriti të fitojë zgjedhjet, edhe të mbyllë epokën 16 vjeçare të Orbanit. Qeveria e re ka premtuar reforma kundër korrupsionit dhe rikthim të marrëdhënieve me Brukselin. Magyar përshëndeti vendimin si një moment historik për Hungarinë dhe akuzoi qeverinë e mëparshme për kapje të shtetit dhe izolim politik nga Europa. Megjithatë, në Bruksel ekziston ende kujdes për mënyrën si do të zbatohen reformat, sidomos pas problemeve të ngjashme me Polonin vitet e fundit. Pavarësisht kësaj, Komisioni Evropian duket se beson se qeveria e re ka më shumë stabilitet politik dhe kapacitet për të përmbushur kushtet e vendosura nga Unioni. Muhamet Bagher Ghalibaf, negociatori kryesor i Iranit, njëherë është kryetari i parlamentit,
Deklaron se Irani nuk siguron lëshime përmes negociatave, por përmes forcës ushtarake dhe raketave, duke theksuar se Teherani nuk ka besim tek premtimet politike pa veprime konkrete. Deklarata vjen në një moment kur Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës thuhet se janë pranë një marrëveshje për zgjatjen e armëpushimit me 60 ditë dhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, një pikë kyçe për tregtinë globale të naftës. Sipas raportimeve, presidenti Trump po shqyrton draftin e marrëveshjes dhe pritet të marrë një vendim vetëm pasi të ketë miratimin përfundimtar nga udhëheqja supreme iraniane. Megjithatë, retorika e ashpër nga Teherani tregon se tensionet mbeten të larta dhe se armëpushimi shihet më shumë si një pauzë taktike sesa si një zgjidhje përfundimtare e këtij konflikti. Ndërkohë çmimet e naftës ranë ditën e sotme në tregjet ndërkombëtare pas rritjes së optimizmit për një zbutje të tensioneve mes SBA-ve Izraelit e Iranit dhe sinjaleve për një marrëveshje të mundshme armëpushimi. Ndërkohë së fundmi Izraeli ka sulmuar 3 qytete të tjera në Liban. Netanyahu, kryeministri i Izraelit, thotë se ushtria e tij ka avancuar përtej lumit Litani. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur gjatë testimit të raketës New Glenn të kompanisë Blue Origin në bazën hapësinore të Floridas, duke krijuar një top të madh zjarri e panik tek banorët përreth. Sipas raportimeve, incidenti ndodhi gjatë një prove rutinë të motorëve, një fazë kritike përpara lëshimit të satelitëve në hapësirë. Autoritetet konfirmojnë se nuk ka persona të lënduar, ndërsa shërbimet emergjente izoluan menjëherë zonën. Banorët raportuan dridhje të forta e një valë goditëse që u ndjen në disa kilometra distancë. Pamjet e shpërthimit u përhapën shpejt në rrjetet sociale, ku dalloi flaka e madhe që përfshiu platformën e testimit. Jeff Bezos deklaron se hetimet për shkaqet kanë nisur dhe se kompania do të vazhdojë programin hapësinor, duke theksuar se zhvillimi i teknologjisë së raketave kërkon prova e dështime të shumta. Autoritetet amerikane thonë se incidenti nuk pritet të ndikojë në misionet e tjera hapësinore në Florida.